Cilët janë shkaqet për përmirësimin e edukimit të fëmijëve? E para është do të me pas shumë dert. S'munesh me ndryshu gjendjen e fëmijëve dhe pasardhësve tu derisa nuk e kije dert. Prandaj, e para interesi dhe derti, unë e kam dert për edukimin e fëmijëve, ata e tregon me veprimtarinë tonë dhe me kujdesin se sa jep kujdesin ndaj fëmijëve të tu. Po unë do të filloj, sidomos në aspektin fetar, elementi i parë është ashtu na ka mësuar Ibrahimi a.s., ashtu na ka mësuar Zakaria a.s., ashtu na ka mësuar gjithë profetët e Zotit që kanë bërë dua për pasardhësit e tyre, për evlatët e tyre. Një prej elementeve shumë të rëndësishme është lutja, që ta lutish Zotin që të jepë dhurrijetën tayyibe, të jetë pasardhës të khairit dhe të dobishëm, që ata të jenë të dijshëm, të jenë të moralshëm edhe të shërbejnë familjen dhe shoqërinë. Se gabim është me menun të baj djalin tem që ai të më shërben mu. Kjo është gabim. Besimtari du të bën evladin e tij, qof djalë, qof vajzë, të jetë në shërbimin e familjes dhe të tjerëve. Edhe kjo është që Islami nuk është fe individuale dhe fe e egoizmit, unë për vete dhe pik. Jo, Islami është për veti dhe për ngjeti dhe për të tjerët. E prandaj, besimtari ndonjëherë i merr sebepet po të mungon duaja, lutja. Prandaj suksesi nuk vjen vetëm nga mundi dhe të jep kontributin nuk ka bereqet. Nuhi a.s. e ka thirr djalin e tij edhe ka thirr 950 vite me radhë njerëz në fe, po nuk është udhëzu Nuhi a.s. Djali Nuhit a.s. Kjo është kader prej përcaktimeve dhe ka urtësitë e Zotit. Por asnjëherë nuk është ndal nga lutja. Edhe gjithë profetët tjerë, e ne kemi shembullin më të mirë të profetët. Prandaj, shpesh herë rezultati vjen nga duaja, nga lutja, kur mos i mallko fëmijët. Pse? Se ka pasoja të mëdha. E trishton shpirtin, zemrën e tij. Dhe besimtari në asnjë moment, me gjithë mëkatin që e bën fëmia, ti nuk ke nevojë dhe nuk fiton asgjë nga mallkimi, vetëm humb veten dhe familjen dhe fëmijën tënd. Gjua besimtarit nuk mallkon. Gjua besimtarit nuk e shëmton bereqetin e tij, fëmijën e tij. Gjua besimtarit vetëm se bën lutje. Dhe gjuha më e mirë është ajo gjuha e cila lut. Kemi shumë shembuj, në të cilën 14 vite me radhë ka qenë i devijuar një prej djemve të baballarëve të devotshëm. Derisa i ka marrë gjitha sebepet shkaqet. I burgosur në burg me gjitha krimet që i ka bë. Por Zotin e ka njoft, ka bë krim të epshit. Pas 14 viteve me radhë, në burgin e tij e mëson Kur'anin. Në burgin e tij bëhet ligjërues, khatib dhe fal xhumat. Kur ta mbaron dënimin e burgit, kthehet te baba i tij dhe thot: "O bab, un jam filani, djali jot, jam pendu te Zoti. Allahu nëpërmjet kësaj sprove më pastroi, e mësova Kur'anin në burg, e udhëzova, thot pa e ndjej një sen se lutjet e tua janë kanë shkak për udhëzimin tëm." 14 vite me radhja ka përvlu shpirtin, në asnjë moment se ka mallku. Ama 14 vjet në pjesën e tretë natës ka thonë: "O Zot, udhëzoj evladin tëm dhe evladet e muslimanëve." Një moment duhet. E prandaj, prej formës të edukimit, ose disa shkaqe të edukimit, është që besimtari të lutet shumë. Edhe kjo është temë e gjanë, po në pikat shkurta, do të du të fokusohet, edukimi i fëmijëve bëhet e para me lutje. E dyta, edukimi i dytë bëhet me sjellje. Fëmia e interpreton atë çka e bën prindi. Janë disa momente në aspektin psikologjik kur fëmia bën krim dhe bën ndonjë bela në shtëpi, i mshon masës, i mshon tokës edhe se ti se ke bë ti po e ka bë. Do thotë e mëson gënjeshtra, e mëson me mashtru fëmijën. Nëse ti shan, fëmia jote mund me fol fjalë të mira. Nëse ti ofendon fëmia jote, prandaj ti duhesh me qenë shembull i gjallë i një ërneki të mirë, i një prindut me edukat të lartë, me një sjellje, sidomos para fëmijëve, se fëmia logjika e tij është e pastër, fitreti i tij është i pastër, ai vetëm fillon të ngjëzu. Prandaj nuk ka ërnek më të mirë. Allah e ka thënë profetin alayhis salam shembullin më të mirë, uswatun hasana. Por për fëmijën në shtëpi është prindi. E ne e marrim shembullin e profetit që duhet të jesh shembulli më i mirë për fëmijën tënd. Me sjelljen e të shprehurit, me sjelljen tënde edhe me kujdesin e veçantë, mos e nënçmo fëmijën. Ndëgjoje deri në fund, pastaj përmirësoje ngadalë. Foli fjalë të ëmbla, fjalë të mira dhe bënja të dashur edhe Zotin, edhe profetin edhe. Prandaj me sjellje të mirë. Duaja dhe sjellja, vetëm këto ajo ka shumë. Ushqimi halal. Ndonjëherë ne nuk kujdesemi dhe çka ku mban që fëmia më ka dalë haram, i ke ushqim me haram. Dhe prej formës
të devijimit të fëmijëve është me pas kujdes me çka ju ushqen. Të partë tonë, gjyshallarët e tonë, i kanë edhe cilësien edhe formën, edhe cilësien e ushqimit, por edhe formën e furnizimit e kanë filtru mirë, a është halal, a është me kamat, a s'është me kamat, a është e pastër, a nuk është e pastër. Dhe i kanë ushqy e vlat. Ndoshta frigoriferat tonë dhe ushqimi ka qenë shumë më pak, po ka pas shumë bereqet dhe fëmijët e tonë i kanë ushqy me halal. Sot nuk i intereson. Në kuptim të hadithit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se do të vjen një kohë nuk i intereson njerëzve a është halal, a është haram dhe do të ushqejnë fëmijët e tyre. Pastaj ata e korrin me ushqimin e tyre nëpërmjet fëmijëve që nuk bëhen rahat. Sa prind tan nuk flenë rahat mesin e natës. Djalin ku e ka? E ka janë kazino, janë alkohol, janë prostitucion, janë. Për shka? Se s'ja ka dhënë hakin fëmijës. Mos e prit që fëmia ta jep hakun ty derisa ti nuk e ke dhënë fëmijës hakun. Derisa ti nuk je lut për te, derisa ti nuk e ke edukuar atë dhe derisa ti nuk e ke ushqy me halal. Prandaj ushqimi halal është një prej shkaqeve shumë të rëndësishëm që e ndihmon procesin e edukimit të fëmijëve, ushqimi halal. Për elementeve tjera është dhënia e lëmoshës. E sadaka, se ne mendojmë ndonjëherë, hoq sadaka se Allah i më çon në xhenet. Nëpërmjet sadakas, Allahu përveç që e largon hidhërimin e tij, e shuan hidhërimin e tij ndaj ty. Allahu shton bereqetin. Nëpërmjet sadakas, Allahu t'i ruan pasardhësit e tu. Si? Ka thënë Hasan al-Basri rahimahullahu taala, edukoni fëmijët e juve me sadaka. Edukimi me sadaka, në çfarë lidhje ka? Se ti që jep dikujt sadaka, ai thot Zoti të rujt e vlat dhe bën lutje. Ti ja ke largu një hidhërim, ti ja ke largu një breng, ti ja ke largu një telashe. Njeriu i cili ka pas nevojë për pasurinë tënde, ti me pasurinë që Allahu ta ka dhënë emanet, ti e menaxhon dhe jep sadaka. Allahu një breng që ja ke hek dikujt, Allah ta hek brengën me vladin tënd. Ka shku menja kjo? Dhënia e lëmoshës ka një domethënie shumë të madhe në edukimin në fenë Allahut subhanahu wa taala ndaj fëmijëve. Për fat keq koha shumë e shtrenjtë prej sebepeve shumë të rëndësishëm që u potencua pak më herët është ndarja e kohës, sa ndan kohë për fëmijën tënd. Sa ndan kohë, sa ndan energji për kohën tënd. Nëse ndan kohë për biznesin 12 orë, edhe në 2 natës i përgjigjesh partnerave, a e qun 12 natës me pa e vladin, a e kin shtëpi? Apo e kin vend devijum? Nëse ti e ruan sefin tënd dhe pasurinë tënde, Allah i ta ka dhënë një pasuri e cila ka emrin e vlad, e ka fëmijë. A din kodin e tij? A din kodin e komunikimit, kodin e biznesit edhe numrave për ta mbyll pasurinë e din? Kodin për ta ruajtur moralin e fëmijës, a e ke gjithë kodin? Po nëse nuk ke lyp ndihmë nga njerëz të mequr, nga psikolog, nga xhallar, nga pedagog që e njohin dhe lyp ndihmë që ta edukosh fëmijën tënd. Ku ka sen më të çmueshëm se e vladit që Allahu ta ka dhënë emanet dhe ti nuk ke kohë për e vladin. Ti nuk ke kohë për ta menaxhuar dhe për ta stimuluar ata që të bëjnë vepra të mira dhe ashtu me radhë. Ndaj kohë se me kohë e edukon fëmijë. Pastaj starto me iman me fëmijë. Foli shumë për iman. Nuk ka sen që e afron njeriu në edukim se sa besimi në Zotin që duhet përmendet shumë se Allahu në shumë vende e përmend imanin, besimin në Kur'an. Se pa iman, pa besim nuk ka asgjë. Imani e ruan njeriu nga gënjeshtra, imani e ruan njeriu nga veprat e shëmtuara, imani e ruan njeriu nga fitnet, imani e ruan njeriu nga amoraliteti, imani e ruan njeriu nga çdo punë e zezë dhe punë e keqe. Instaloj vlerën më të çmueshëm e cila është besimi në fëmijët, do thotë në Allahun subhanahu wa taala.